Mirë se erdhe në kursin përgatitor të lindjes Lind me Rominën. Unë jam Romina Cani, themeluese e kursit përgatitor të lindjes dhe jam këtu për të ndihmuar të arrish një lindje të lehtë dhe në kontroll. Të jesh zën është emocionuese, apo jo? Por le të jemi të vërtetë. Të mendosh për lindjen mund të jetë paksa e frikshme. Pikërisht për këtë arsye e krijova kursin përgatitor të lindjes, i cili të ofron jo vetëm informacione që çdo grua duhet i di, por të përgatit mendërisht, emocionalisht dhe fizikisht. Të lindësh nuk duhet jetë e frikshme, prandaj sigurohem që nënat të rifitojnë besimin që trupi i tyre është krijuar për të lindër. A e dini se kur nënat e arshme dinë më shumë për atë që po ndodh, ato zakonisht kanë përvoja më të mira gjatë lindjes. Nuk është një rastësi, të dish është fuqi, dhe kur vjen tek procesi i lindjes apo bebit, të dish se çfarë ndodh përreth teje bën një diferencë të madhe. Po pse është kaq e rëndësishme të përgatitemi rreth lindjes? E po sa më shumë të dini, aq më mirë është. Sepse atë ditë mund të bëni zgjedhje më të mira dhe të komunikoni më lehtë preferencat dhe dëshirat e juaja të lindjes stafit mjekësor. Kursi mbulon gjithçka, nga ajo që ndodh gjatë lindjes deri në mënyra të ndryshme për të menaxhuar dhimbjen. Ajo çfarë bën më të veçantë këtë kurs është se është krijuar për të gjithë. Nuk ka rëndësi nëse është lindja jote e parë apo e tretë. Përgatitja dhe informacioni është shumë i lehtë për të kuptuar dhe provuar mbi mijëra gra. Ky kurs mund të ndiqet nëpërmjet dy mënyrave: ndjekja e videove ose nëpërmjet tekstit. Në këtë mënyrë zgjidhni atë që është më e përshtatshme për ju. Unë sugjeroj që kursi të ndiqet bashkë me partnerin tuaj ose partnerin e lindjes, qof mamaja ose shoqja. Në këtë mënyrë, partneri i lindjes jep suportin e nevojshëm atë ditë. Mos u shqetëso, sepse ka menduar çdo gjë. Në rastin se partneri juaj nuk ka mundësi të ndjekë videot, ai mund të lexojë guidin e bashortit, e krijuar posaçërisht për bashortet, e cila do ta kthejë atë në një dula të vërtetë. Sigurohu që e shkarkon më poshtë. Ky kurs është i fokusuar 100% që gruat të arrijnë një lindje vaginale, por kjo nuk do të thotë që unë jam kundër marrjes së një epidurale apo cesarianes. E theksoj shpesh që teknikat e ndryshme të menaxhimit të lindjes do të ndihmojnë shumë të menaxhosh valët shtrënguese të lindjes. Por kjo nuk do të thotë se nëse ti zgjedh një epidurale, nuk je një grua e fortë ose nuk e lindë bebin tënd 100% natyrale. Jo as pak, në këtë kurs do flasim për avantazhet dhe disavantazhet e një epidurale, sepse dëshiroj që ju të arrini lindjen që ju dëshironi, pavarësisht mënyrës se si lindni. Jeni gati? Le të fillojmë.